Tash, kur është e fjala për gruan e cila ka istihada, do më thënë ka gjakderdhje jashtë ciklit dhe jashtë lehonis, për me u konsideru se është e uzurlije, se i lejohet pra me atë gjakderdhje të falet, i kërkohen t'i plotësoj 3 kushte. Pa tjetër duhet t'i plotësoj 3 kushte. Në një është të vërtetohet uzri, arsyeja, të vërtetohet arsyeja. Pra nëse mu për shembull apo gruas jashtë ciklit për shembull i rreth gjak, pa gjak. A ka drejt thote, po pra me gjak unë do të falem ashtu. Jo. Në një çka i kërkohet, duhet të vërtetohet se është mustahada, apo se ka të drejt një gjë të tillë ta bëj. Si vërtetohet një gjë e tillë? Një gjë e tillë vërtetohet, apo çdo uzër tjetër vërtetohet nëse ajo gjakderdhje apo ajo urin që të paraqit për shembull pikat që pa ndërprer dalën, pikojnë, nëse vazhdon sa apo vara për shembull rrjedh, nëse vazhdon një kohë të namazit, pa marrë parasysh ajo kohë e namazit cila është. Dimrit për shembull mundet më shkurt. Nuk kushtohet për shembull pa tjetër 8 verë, edhe 4-5 orë, 6 orë për shembull, 4-5 orë, kur është pi sabahit për shembull, çka? Jo, nuk është kusht ajo, po çka? Një kohë namazi pa marrë parasysh cila kohë e namazit. Nëse vazhdon të rrjedh pa marrë parasysh çka, atëherë ajo apo ai konsiderohet uzurli. Kjo është në 1. Në 2 duhet të ketë vazhdueshmëri në të, që do të thotë mos ndërpritet. Pra nëse ndërpritet, atëherë nuk konsiderohesh uzurli. Bie fjala. Një kohë namazi u bë, konsiderohesh uzurli. Para se po merr mund pyesë dikush thotë po merr atë lahat namazun. Jo. Kur do të vijë për shembull koha, pa u mbush koha, bie fjala e ke drekën pa fal. Edhe tu paraqit ajo, ai uzri, pa marrë parasysh çka. Edhe dëshohesh edhe 10 minuta, apo 15 minuta, apo aq kohë sa me marrë abdes dhe sa me u fal, sa me fal drekën, kur do vijë aq kohë, atëherë ke të drejtë të marrësh abdes. Edhe ta falish ashtu në atë mënyrë, domethënë, edhe pse rrjedh, pa marrë parasysh. Dhe pastaj, nëse ka vazhdueshmëri, ajo rrjedhja, ajo gjakderdhja për shembull, apo urina, atëherë përsëri konsiderohesh. Por nëse për shembull ajo ndërpritet, atëherë përsëri konsiderohesh se nuk je uzurli, je i pastër.